Atë që Allah subhanahu wa taala e ka udhëzuar, ai është udhëzuari dhe askush nuk mund ta devijojë. Ndërsa atë që Allah subhanahu wa taala e ka lënë në humbje, ai është i humburi dhe askush nuk mund ta drejtojë. Elhamdulillah që Allah subhanahu wa taala na ka bërë pjesë të këtij besimi dhe të kësaj feje, por padyshim që udhëtimi dhe mbajtja e kësaj feje në jetën e kësaj dhunjaje do të thotë përballje, do të thotë përplasje, sepse Allah subhanahu wa taala kështu e ka përcaktuar. Dhe kjo jetë e kësaj dhunjaje është pikërisht përplasje mes të mirës dhe të keqes. Ata që qëndrojnë në krahun e të mirës do të bëjnë durim, do të armatosen me dije, me adhurime të shumta, do të bëjnë durim dhe të jenë të qëndrueshëm në përballje me të keqen, e cila ka shumë forma me të cilat vjen. Dhe ne kemi folur rreth armiqve të ndryshëm me të cilët i duhet besimtarit dhe besimtares të përballet. Është vetvetja, kemi folur për armikun e brendshëm që është vetja e njeriu me të cilin ai përballet çdo ditë, derisa ka fryrë. Pastaj është përballje me shejtanin e mallkuar dhe folëm edhe për këtë çështje. Dhe tashmë do të flasim edhe në lidhje me përballje që njeriu ose muslimani dhe muslimanës i duhet të përballet me mohuesit e të gjitha ngjyrave dhe llojeve qofshin. Pra përballja me mohuesit e besimit dhe ndoshta në rytmin tjetër përballja me munafikët dhe me ata që përhapin bidatin dhe shkatrimin e fesë. Sot do të flasim për përballjen që i duhet muslimanit të bëjë me mohuesit e besimit. Jo besimtarët në jetën e kësaj dhunjaje nuk janë të një kategorie, janë të ndryshëm. Por dy janë kategoritë kryesore me të cilat i duhet muslimanit përballet. Njëri grup janë ata të cilëve u pa dhënë libër në të shkruarën. Pra ata që quhen ehlul kitab, jehud dhe krishterë. Kjo kategori padyshim që nuk do të jetë thjesht përballje me ta. Sepse ata të cilët e kanë mohuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me vetdije, pra të parë të tyre, dietarët e tyre, e mohuan dhe refuzuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me vetdije. Edhe pse dinin shumë mirë nga librat e tyre, që ai është profeti i Allahut, është i dërguari i fundit, që Zoti do ta zgjedhë për botën, dhe megjithatë refuzuan, padyshim që ata janë të mbushur me një urrejtje të veçantë, që në fakt nuk e kanë as ata të tjerë që mohin fare Zotin. Prandaj, siç thot Allahu subhanahu wa taala, pra do të dëgjoni shumë nga ata të cilëve është dhënë libri para jush, la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku. Pra edhe nga ata që janë ujtar, edhe në këthira, do të dëgjoni mundime të shumta, thot Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo kategori padyshim që janë të mbushur me smir, me urrejtje. Madje lufta e tyre është shumë e fortë, sepse Islami u heq nga duart ofiqet, u heq nga duart prestigjin që ata e synojnë jetën e kësaj dhunjaje. Prandaj dhe lufta dhe përballja me ata ka qenë e vazhdueshme mes Islamit dhe këtyre që e refuzuan shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kategoria e dytë janë gjithë grupet e tjera të cilët nuk besojnë fare në Zotin, mund të jenë ateist, mund të jenë domethënë idhujtar të cilët besojnë lloj-lloj besimesh të kota që s'kan as bazë, as libër qiellor që mund të kenë pasur në të shkuarën. Pra këto janë kategori me të cilat Islami ose muslimanët dhe muslimanët gjithë populli ose ummeti i Islam do përballet se s'bën. Sepse ata e shikojnë kërcënin çështjen e Islamit dhe mënyrën se si jeton jetën muslimani. Sigur se thotë për shembull në popullin e Shuaibit, ja Shuaibu e salatuke të emuruke, namazi të urdhëron në Shuaib që ne të bëjmë në nef'ale fi emualina ma nasha, që ne të veprojmë pasurit tona si të duam ne. Pra e shikojnë Islamin cungim dhe kufizim të dëshirave dhe jetës së tyre. Prandaj do të ketë gjithmonë përplasje dhe zitemi. Në kohën kur muslimani jeton në të tilla sisteme tashmë, sepse Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij i ndërron ditët mes njerëzve. Në disa kohë e mbajtën ose e kishin muslimanë dhe në fakt kjo zgjati shumë.
1300 vjet e mbajtën pushtetin në botë, me gjithë të mirat ose të këqijat ose me devijime dhe ndoshta edhe rëshqitje nga e drejta. Por vendosi Zoti subhanahu wa taala që i farkohet ashtu ta mbajnë mohuesit. Dhe thot Allahu xhaleshanu, "O tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas." Ja kështu janë ditët ne i ndrojmë mes njerëzve. Një herë u japim këtyre, një herë te, që të dalin në pah besimtarët, si thot Allahu subhanahu wa taala, "Ya'lamu alladhina amanu." Që Allahu t'i nxjerrë në pah besimtarët. Pra Allahu subhanahu wa taala dëshiron që kështu të funksionojë dhe në fakt në ditët e sotme pushtetin e kanë marrë mohuesit e besimit të gjitha ngjyrave. Dhe muslimani nuk e ka të thjesht të jetojë me tyre, të jetojë me këto shoqëri. Është sfidë e madhe tashmë, që duhet përballojë muslimani për të mbajtur për fenë e tij, për fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala dhe për të ruajtur nga xhehenemi. Është sfidë e madhe. Pra këtë të paktën duhet ta ketë parasysh çdo musliman që jeton në shoqëri të tilla dhe në fakt kjo është koha që ne po jetojmë. Atëherë vëllezër e mi, në lidhje me përballjen me mohuesit në të tilla kushte, duhet ta kuptojmë që lufta dhe përballja jonë me ta është në 4 nivele. Është përballja ose xhihadi me zemrën tonë. E dyta është xhihadi me fjalë. E treta është xhihadi me vepra, me fjalë, kur themi me fjalë, edhe me penë, pra edhe me gjuhën e editorisë. Është xhihadi me pasuri, me pasuritë tona dhe xhihadi me veten tënde, me nefsin tënd. Pra 4 nivele në përballje me mohuesin në këtë dynja. Do flasim rreth kësaj teme në hutbën e sotme. Pra si bëhet xhihadi me zemrën me ta? Se i takon muslimani që të di se si të sillet dhe çfarë të ndjejë zemra e tij në lidhje me të shoqëri ku jeton, që mos ambientohet me të, mos përshtatet me të, dhe të asimilohet të zhduket fare dhe të bëhet njësh me ta. Pra i duhet që muslimani të qëndrojë në lidhje me këtë përballje që ka me mohimin dhe mohuesit të gjitha ngjyrave. Prandaj kërkon muslimanët që përgatiten në këtë përballje. Së pari vëllezër e mi është xhihadi me zemrën. Me zemrën tonë të luftojmë në përballje me këtë ligësi që na rrethon. Kjo është shkalla e parë e xhihadit dhe është detyrë për çdo musliman pa përjashtim. Askush nuk përjashtohet prej saj sepse ajo zhvillohet brenda zemrës së njeriu të besimtarit dhe është themeli mbi të cilin ndërtohen edhe format e tjera. Pra edhe xhihadi me fjalë ose me pasuri, madje edhe me vetveten dhe jetën tënde, ndërtohet pikërisht mbi këtë të parin. Pra nëse zemra nuk formatohet ashtu si duhet në këtë përballje, atëherë je i humbur që në fillim. Xhihadi me zemër realizohet me shumë mejdane dhe shumë forma vëllezër e mi. Përmendim disa prej tyre, thjesht si për kujtim për veten tonë inshallah. E para një vëllezër e mi, xhihadi me zemër në kundër mosbesuesve është duke e urryer mosbesimin, shirkun, idhujtarinë, hipokrizinë dhe çdo lloj devijimi që ndodh në këtë dynja, dhe këtë urrëti ta kesh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra zemra jote duhet ta hetosh zemrën tënde, o vllai. A po ambientohesh me këtë që ke referotur? Apo po ndjen një lloj pakënaqësie me këtë devijim dhe shkatrim që po ndodh? Nëse ndjen këtë lloj pakënaqësie, alhamdulillah, zemra jote ka jetë akoma. Nëse as të ndjen fare se çfarë po ndodh të referotur, dhe thjesht vazhdon rutinën, medito në veten tënde se si jemi në rregull. Pra, ta urresh mosbesimin, sikur se thamë, në gjithë këto shfaqje të gjunafeve, jo për motive personale, racore apo kombëtare apo nacionaliste siç i quajnë, por për hir të Zotit subhanahu wa taala, sepse ti je besimtar. Ti e di që Zoti nuk e lejon mosbesimin dhe idhujtarinë dhe gjithë gjunafet. Prandaj ti e urren atë sepse Allahu subhanahu wa taala e urren dhe nuk e dëshiron diçka të tillë. Së dyti, duke mos qenë i kënaqur me përhapjen e kufrit, shirkut dhe gjunafeve. Pra nëse shikon që po përhapen më shumë, po shtohet, po intensifikohet e keqja, të ndjesh urrejtje për këtë në zemrën tënde. Dhe në fakt, këtë nuk mund ta ndjejë njeriu kështu, domethënë vetvetiu. Kjo bëhet vetëm nëse njeriu të ulet dhe mediton për gjendjen e shoqërisë ku është. Pra nëse ulet dhe mediton edhe shikon ku po shkon rinia, ku po shkon familja, ku po shkon jeta dhe çfarë po ndodh në vendin ku po jetojmë ne. Nëse nuk mediton në këtë gjë dhe analizon, duke menduar çfarë do Zoti nga ne dhe ku po shkojmë. Po se meditove diçka të tillë, nuk mund ta urresh.
Prandaj çfarë kërkon besimtari? Duhet që të ulet dhe të mendojë që të gjitha këto nuk janë të mira. Dhe duhet që alhamdulillah të meditojë dhe ta lutë Allahun subhanahu wa taala në fund. Gjithashtu, aq më keq, të mos i admiroj, ti madhëroj apo ti lavdëroj ato gjëra që ndodhin. Duke i quajtur të drejta, shpesh edhe njeriu duke jetuar në një shoqëri të caktuar, shpesh ambientohet me to dhe Zot na ruaj pastaj vjen koha që i quajnë vëmë është të keqe, ka kjo është shoqëria, në rregull. S'ka asgjë të keqe me këto gjëra që ndodhin. Dhe fillon ambientohet dhe i pranon ato si të mirë qëna. Kjo është rënimi i zemrave me Zotin. Duhet njeriu të mos ambientohet. Shumë e keq ambientimi me gjunaf. Dhe duhet gjithmonë të meditosh që është gjunaf dhe është e keqe. Dhe mos u ambiento me ta. Gjithashtu distancohesh me zemrën tënde nga çdo besim dhe rrugë kot, duke mos e pranuar, miratuar apo pëlqyer atë, duke urryer për hir të Allahut subhanahu wa taala, duke mos dëshiruar për hapjen e saj dhe duke shpresuar që Allahu subhanahu wa taala ta shfaqë së vërtetën dhe t'i udhëzojë njerëzit drejt saj. Pra të kesh një shpresë në veten tënde të zemra jote të shpresojë hajrin dhe ta dëshirojë të mirën. Duke dëshiruar triumfin e muslimanëve dhe të Islamit, lartësimin e fjalës së Zotit, adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, dalin në pah të rregullave dhe të asaj që Zoti subhanahu wa taala dëshiron, gjithashtu duke dëshiruar udhëzimin e besimtarëve. Edhe kjo është luftë me zemër. Çdo thotë dëshirosh udhëzimin. Pra, Islami nuk ka ardhur thjesht që të shkatërrohen njerëzit ose ti mallkosh njerëzit. Por lutë Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i udhëzojë. Lutu në sejdë për popullin tënd. Wallahi asnjë nga ne nuk besoj, të gjithë ne mund të lutemi për vete ose për familjen tonë, edhe për fëmijët tanë. Zot na ruaj, se edhe kjo punë ndoshta nuk ndodh shumë. Pa ka ndonjë që lutet për popullin e vet. Që në sejdë të lutet për popullin, o Zot udhëzoj popullin tim. Udhëzoj popullin tim. Kështu ishin profetët dërguar për të çështje. Pra, pjesë e luftës me zemër ose përballjes së se luftë duke sigurisht gjithmonë konflikt që kërkon dëmtimin e tjetrit, por pjesë e përplasjes son është edhe kjo, rregullimi me lutje. Sa shembull e Zoti në Kur'an. Jo vetëm profet, por edhe njerëz të mirë që besuan, dolën nga populli çfarë? O popullim, pranoni të vërtetën, pranoni rrugën e profetëve. Pra njerëzit që luteshin për popullin e vet. Edhe kjo është pjesë e përballjes me zemër me të keqen. Gjithashtu, pjesë e përballjes së zemrës me mohuesit është urrëtia e padrejtësisë, armiqësisë dhe agresionit që ata përhapin në tokë. Duhet ta urrejë njeriu diçka të tillë. Normalisht këto ndodhin ndoshta edhe natyrshëm, por duhet që muslimani ta bëjë këtë për hir të Allahut subhanahu wa taala, duke sjell ndërmend se çfarë do Zoti dhe çfarë po ndodh. Allahu musta'an. Duke bërë dua me Zotin, edhe një herë theksoj këtë pikë, pra duke bërë dua që Allahu subhanahu wa taala t'i udhëzojë ata njerëz të cilët janë jashtë besimit. Por nëse ata vazhdojnë dhe thellojnë zullumin, nuk është gabim që muslimani fillojë dhe të lutet edhe në krahun tjetër të lutjes. Pra, nëse ndodh, o Zot udhëzoj, rregulloj këta njerëz të kthehen në besim etj. Por nëse shtohet zullumi dhe arrin kulmin, atëherë lejohet që edhe o Zot shpëtojë ndëshkimin e tyre. Na shpëton nga zullumi i tyre. Sikurse është urdhëruar në shumë ajete Kur'ani ose në shumë popull të ndryshëm që o Zot sillën ndëshkimin tënd mbi ata që janë zullumqtar, që të gjejmë rahat nga zullumi i tyre. Pra le ta bëj njeriu këtë lutje. Në fundit, nëse s'punon me zemrën tënde, edhe zemra jote nuk lutet që të largohet e keqja, atëherë ti s'po dëshiron fare ndryshime, nuk po dëshiron që të ketë rregullim në këtë vend. Pra, edhe kjo është pjesë e rëndësishme, pjesë e luftës me zemrën tonë, inshallah. Pra, alhamdulillah, njeriu le të lutet, qoftë sikur se thash për udhëzim, qoftë edhe për largimin e zullumqtarëve dhe dhënien asaj që ata meritojnë. Gjithashtu, lufta me zemër është edhe të qenurit vazhdimisht vigjilent ndaj dyshimeve dhe ndikimit që mund të kenë mohuesit në jetën tonë. Që zemrat tona mos joshen nga idetë, kulturat, domethënë dhe mënyra se si ata e shikojnë jetën. Dhe në fakt kjo vjen dal nga dalë vëllezëri, përmes filmave, përmes çdo lloji platforme në jetën tonë, Allahu musta'an. Që nga moshat e vogla të fëmijëve domosdoshmë deri në moshat e vona, ndikimi është shumë i fortë vëllezëri. Dhe duhet që t'jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si infektohen zemrat tona nga idetë e tyre. Idetë të tipit që jeta e kësaj dhunja është vetëm kënaqësi, rëndësi ka vetëm përmbushja çdo lloj kënaqësie që ti dëshiron, nuk ka asnjë kufi për kënaqësitë tua,
e rëndësishme pasuria materiale e kësaj dhunjaje nuk ka rëndësi fare. Domethënë çështja e besimi është thjesht një kulturë ose një diçka që e mban njeriu brenda zemrës së tij, është shumë ide të tilla, të cilat duhet shumë kujdes që mos ambientohesh me to. Jo vëlla, besimi është sistem jete. Dhe ti të ka dhënë Allahu besimin të jetosh sipas tij që të fitosh xhenetin, përjetësinë dhe të ruhesh nga xhehenemi dhe të fitosh lumturinë në dynja. Pra nuk është diçka thjesht, domethënë kalimtare ose dytësore. Gjithashtu, zemra duhet të mbushet me besim o vëllezër, me dije të dobishme, adhurime, për kujtim të Allahut subhanahu wa taala, lexim të Kuranit, sepse zemra e mbushur me iman, elhamdulillah është më e fortë në përballje me mohimin. Prandaj duhet këto aspekte të adhurimeve, duhet që kujdesemi për zemrat tona dhe të mos i lëmë pas dore. Muslimani nuk mjaftohet vetëm për ruajtjen e besimit të tij, por edhe të atyre që i do dhe interesohet për ta, duke filluar nga familja, të afërmit, fëmijët, dhe përpiqet që t'i forcojë imanin e tyre dhe zemrat e tyre të jenë të afta për ta përballuar jetën të dunjas, sepse Allahu musta'an, Zoti na ruaj, nëse nuk punohet, atëherë brezat vinë dhe largohen nga besimi. Duke larguar nga besimi derisa zhduket çdo gjurmë besimi, Zoti na ruaj. Siç ka ndodhur, rëndom me shumë breza, Zoti na ruaj. Pra duhet përpiqet luftë e zemrës është që zemrën ta mbushësh me iman përmes adhurimeve të shumta që i ka përcaktuar Islami. Dhe të kujdesesh për vete dhe për ata të cilët i kenë në përgjegjësi. Ky është minimumi i përballjes ose luftës me mohuesit të vëllezërit. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam e konsideroi urrëtitjen e të keqes me zemër si shkallën më të ulët të besimit. Zemra që nuk e urren mosbesimin, shirkun dhe të keqen, nuk e ka përmbushur këtë detyrë të paktën. Ky është niveli më i vogël i imanit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra ta urresh me zemër. Mos harri që edhe zemra jonë ta ambientohet me të keqen o vëllezër. Duhet që të kemi shumë kujdes që elhamdulillah paktën të nivel besimi ta plotësojnë të gjithë. Dhe mos ambientohen dhe përshtaten me kufrin dhe mohuesit. Së dyti është lufta me gjuhë, me fjalë, me penë. Xhihadi me gjuhë është nga format më të mëdha të xhihadit dhe në shumë rrethana është më i dobishëm se lufta fizike. Sepse ai synon të fitojë zemrat, largojë dyshimet, të udhëzojë njerëzit drejt të vërtetës që do Zoti subhanahu wa taala. Ai realizohet me dije, urtësi, sinqeritet dhe argument të qartë, jo me fryrje pa drejtësi apo emocione pa kontrolluara dhe teprime. Ky lloj xhihadi përfshin shumë forma. Duke ftuar njerëzit në Islam me urtësi, butësi, me argumente të qarta, sipas gjendjes së secilit, secili jep atë që ka. Një ajet e ka mësuar, një hadith, njerëzit u tregon kush janë kushtet e imanit, që duhet të plotësohen, përse duhet besojnë, përse është e mirë, secili duhet ta bëjë këtë detyrë. Gjithashtu duke shpjeguar atyre tauhidin, pra besimin në një Zot të vetëm. Ai është shpëtimi për të gjithë. Duke ftuar në adhurimin vetëm të Allahut subhanahu wa taala, duke u sqaruar kotësinë e shirkut dhe çdo formë të adhurimit që i dedikohet dikujt tjetër veç Allahut. Ti tregojmë aty që kjo është e dobishme, kjo është e dëmshme në bisedat tona, në ftesë vazhdueshme atyre. Duke sqaruar bukurinë dhe përsosurinë e Islamit, drejtsinë e tij morale, mëshirën dhe urtësinë e rregullave që sjell Islami, pa të bëjmë biseda që t'i ftosh njerëzit në këtë hajër, se mbase njerëzit nuk dinë se çfarë ofron Islami dhe kërkojnë lloj sistemesh, lloj rrugësh për të plotësuar lumturinë e tyre në këtë dynjë dhe mashtrohen shpeshherë nga reklamat që u bëhen. Por në fakt mungon reklama që do të bëjnë muslimanët Islamit. Që njerëzit duhet ta kuptojnë pra të mirën e Islamit. Edhe kjo është pjesë e luftës me gjuhë. Gjithashtu, pjesë e kësaj lufte është duke u përgjigjur dyshimeve dhe ngatresave që ngrihen kundër Allahut, profetit dhe Kuranit, sunetit dhe dispozitave të Islamit, me argumente nga shpallja dhe prova, që njerëzit të mos kenë pengesa në lidhje me Islamin. Në fakt kjo nuk është e thjeshtë, se sot bëhet luftë e madhe kundër Islamit dhe muslimanëve. Bëhet luftë e madhe duke paraqitur atë, qoftë nga, sikur se thanë, nga iftarët e librit, qoftë edhe nga mohuesit e hujtarëve që duan vetëm lajësitë e kësaj bote. Lufta e tyre domethënë është vetëm për ta transformuar ose për ta nxirr pamjen e Islamit dhe muslimanëve. Dhe ju shikoni se çfarë ndodh. Janë të reklam për luftë kundër Islamit dhe ata që atyre që e mbajnë Islamin. Kështu që ky është një mejdan jo i thjeshtë. Pra, duke hedhur poshtë dyshimet e tyre. Gjithashtu duke mbrojtur fenë Allahut për ai sulmohet, shtërmërohet dhe përbaltet, duke bërë këtë me drejtësi, dije dhe me etikë. Pra duke folur dhe sqaruar gjithçka që ngrejnë si dyshime. Duke paralajmëruar muslimanët nga dyshimet dhe nga devijimet e shumta,
Pra këtë e bën njerëzit e dijshëm, duke u treguar muslimanëve se cilat janë rrymat e gabuara që rrezikohen muslimanët të bien në to. Dhe duke treguar se kush është dëmi i tyre, çfarë të keqe i sjell njeriu. Pra çdo lloj rrymë e keqe, filozofike apo çfarë do qoftë, që e devijon muslimanin nga feja dhe nga rruga e tij. Gjithashtu duke urdhëruar për të mirë ndaluar nga e keqja, sipas mundësisë dhe rregullave që ka sjell Zoti subhanahu wa taala, duke mësuar njerëzve fen, Kur'anin, Sunetin, akiden, ibadetet, moralin, etikën islame, sepse prapja e dijes është nga forma më të fuqishme të xhihadit me gjuhë, duke kontrolluar, gjithashtu duke këshilluar, qortuar dhe përkujtuar në mënyrë që sjell dobi dhe nuk largon njerëzin nga e vërteta. Pra këshillo sa të mundesh. Duke shkruar libra, artikuj, studime, përkthime që mbrojnë Islamin, për hapjen e dijes dhe i përgjigjen devijimeve që sjellin kundër Islamit, duke përdorur mjetet bashkëkohore të komunikimit të sotëm. Sot është e mundur secili ka një podium në cilin ai flet dhe fton njerëzit në atë që do. Pra le ta bëjmë këtë në mënyrë më të mirë, që njerëzit kuptojnë dhe të kenë ata alternativën ta shikojnë Islamin. Kjo duhet bërë se s'vën nëse duam që ndihmojnë dhe të përballemi me mohuesit. Duke debatuar në mënyrë më të mirë kur kjo sjell dobi, duke respektuar fjalën e Allahut, diskutoni pra me ata të librit në mënyrë më të mirë. Përveç atyre që janë zullumqtarë për tyre tek Allahu subhanahu wa taala. Ata që janë zullumqtarë, ata meritojnë që t'i kthehesh edhe me të jetën monedë ashtu siç flasin. Dhe jo se s'ka muslimani ku të kapet me kotësirat e asaj që ata proklamojnë ose ftojnë në fenë e tyre. Ka muslimani sa do duash argumente, apo muslimani nuk merret me të tilla gjëra. Muslimani merret me hajri, e fton njeriu në të mirë, fton në një bashkëjetesë normale, por duke sqaruar vërtetën me argumente të qarta, jo me mashtrime dhe shfifje. Pra, këto ishin disa mënyra të luftës me fjalë ose përballjes me fjalë. Kjo lloj përballje kërkon disa kushte të domosdoshme vëllezërimi, dituri të saktë, sinqeritet, urtësi, durim, drejtësi, moral të lartë dhe njohje të argumenteve të kundërshtarit. Pa këtë e bëjnë, çdo musliman mund ta bëjë me nivelin dhe me mundësinë që ai ka. Por, në fakt, një luftë e thellë dhe e plotë u takon atyre që ka dhënë Zoti dije, të cilët duhet dhe ta mbajnë të përgjegjësi dhe të peshë. Nuk duhet ta lënë popullin në padituri, në paqartësi, ose ta lënë të bjerë përreh gjithmonë e goditjeve dhe dyshimeve që sjellin mohuesit. Pa u lënë asnjë lloj shpjegimi dhe sqarimi që ata të shpjegojnë dhe të marrin vesh të vërtetën. Kjo është detyrë që rëndon më shumë mbi ata që ka dhënë Zoti dije subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xhaleshana urdhëroi profetin dhe tha: "Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Mos ju bin mohuesve, por luftoj ata me këtë Kur'an, pra me dije, me një luftë ose me një xhihad të madh. Pra që një xhihad të madh, luftën me Kur'anin, me fjalën, me librin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në fakt ky ajet po ta shikosh është shpallur në Mekë. Në kohën kur muslimanët ishin një lloj në gjendjen në cilë ndodhemi ne. Ishin të dobët, nuk ishin as pushtet, as vend ku të mblidheshin, as udhëheqës. Pra është në të njëjtat në kushte. Çfarë tha Zoti? Luftoi ata me një xhihad të madh, me çfarë? Me këtë Kur'an. Pra duhet muslimanët ta ketë parasysh këtë lloj përballje. Së treti vëllezër e mi është xhihadi me pasurinë. Xhihadi me pasuri është një nga adhurimet më të mëdha financiare në Islam. Allahu ka përmendur shpesh në Kur'an para xhihadi me vetveten. Po ta shikosh çdo rast ku ka përmendur. Wajahidu fi sabilillahi thot bi amwalikum wa anfusikum. Pra me pasuritë tuaja dhe pastaj përmend me jetën tuaj. Padyshim jeta është më e rëndësishme. Edhe është më e vlefshme. Por ka përmendur fillimisht çfarë? Bi amwalikum. Sepse në kohën e sotme dhe gjithmonë në fakt. Përballja kërkon pasuri dhe kërkon burra që japin dhe sakrifikojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Japin nga pasuria që ka dhënë Allahu për ndihmuar fenë e Allahut subhanahu. Pra, Allah ka përmendur shpesh këtë përpara, domethënë me xhihadin me vetveten, sepse shumë nga veprat e fesë nuk mund të realizohen pra pa shpenzim dhe pa ndihmuar pra fenë e Allahut me pasuri. Me këtë lloj përballje dhe xhihadi, muslimani vë pasurinë e vet në shërbim të fesë Allahut dhe interesave të muslimanëve. Ky xhihad realizohet në shumë forma për ta mbyllur këtë pjesë të parë të hutbes. E para, duke mbështetur davetin islam në mënyrë që mesazhi i Islamit të arrijë në sa më shumë njerëz. Ka një davet. Çfarë është daveti? Është ajo punë që ngrihen dietarët e muslimanëve për të përhapur fenë. Pra ftesa e njerëzve në fenë Allahut subhanahu wa taala, që të adhurohet Zoti në tokë. Dhe njerëzit fitojnë xhenetin dhe të ruhen nga zjarri i xhehenemit. Dhe të jenë të lumtur në dynjë dhe në ahiret. Ky është daveti.
Dhe kjo është një kauzë shumë e madhe, që meriton investimin dhe dhënien e çdo të miri që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që të fitosh kënaqësinë e Zotit. Duke financuar botimin, përkthimin, shpërndarjen e Kuranit, librave islam, materialeve të dobishme, sepse prapja e dijes është në sadakat më të vazhdueshme për njeriu. Një libër që mbetet dhe njeriu mëson fenë e Allahut me atë libër, si falet namazi, si merret abdesi, cilat janë besimet e muslimanit, kush është shirku, kufri, të njohë rrugën e drejtë dhe të dallojë të vërtetën nga e kota. Kjo është nga sadakat të rrjedhës së të vazhdueshme. Një libër derisa të jetë e lexojnë njerëzit, mbetet tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, duke mbështetur dietarët, thirrësit në Islam, mësuesit e fesë dhe studentët e dijes, që të mund të vazhdojnë misionin e tyre pa u penguar nga vështirësi materiale. Se normalisht shikohet e sotme, njeriu o do merret, ashtu është thyer dynjaja sot. O do kërkoj dynjan që të mbaj familjen, të mbaj veten e vet, ose do të preokupohet me çështjet e dijes, me çështjet e davetit, çështjet e hajrit. Dhe në fakt sot kështu është bërë në një mënyrë. Të pakët janë ata që mund të kenë pasuri ose e përballojnë dot të gjë. Shumë nga ata janë nevojë, shumë nga ata domethënë kanë zgjedhur pasi morën dije dhe dhanë jetën e tyre për të marrë dije fetare, vinë dhe s'kanë asnjë mbështetje, madje as nga institucioni i tyre. Madje kundërta ndodh. Allahu musta'an, kjo është pjesë e luftës dhe përballjes. Pra, kjo është mundësi domun për të mbështetur ata. Siç kishte shumë nga asishte Abdullah ibn Mubarak, që domethënë ishte tregtari që ndihmonte dietarët, e ndihmonte dhe punonte dhe fitonte në tregtinë e tij vetëm për çfarë? Për të mbështetur njerëzit e dijes, që ata të flisin të vërtetën dhe mos ishin të varur nga konjunktura të cilat impononin fjalë dhe qëndrime të caktuara. Jo të ishte i lirë në atë që vendos në atë që shpallet, ta bënte për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thoshte të vërtetën. Pra kjo është një portë shumë e madhe që pak njerëz e mendojnë në vëllezërit e mi. Gjithashtu, duke ndërtuar, mirëmbajtur dhe pajisur xhamit, qendrat islame, shkollat dhe institucionet që shërbejnë për përhapjen e fesë. Të anë institucionet duhet të mbështeten, duhet të ndihmohen që të kryejnë funksionin e tyre ashtu si duhet. Ndihma bëhet edhe me pasuri përveç se me fjalë apo me çdo lloj mënyre tjetër. Duke financuar programet e edukimit islam, kurset e Kuranit, mësimet e fesë islame, gjuhës arabe, gjuhës së Kuranit, seminaret dhe aktivitete që forcojnë dijen dhe besimin e muslimanëve. Sa i ka aktivitete të tilla që shtohet dituria për hapet hajri, njeriu ndihmon dhe merr pjesë. Pyet të paktën, qoftë edhe me një pjesë të vogël, vëllezër e mi, sikur bësh pjesë në një projekt të tillë, qoftë edhe me një pasuri të vogël, të pakët, ti je pjesëtar në atë hajër. Do t'jap Zoti subhanahu wa taala dhe sipas sinqeritetit mbase mund të marrësh shpërblim më të madh asaj pune. Se ti mund të kesh dhënë vërtet pak, po ajo është dhënë me sinqeritet nga ty për ta mbështetur këtë hajër. Gjithashtu duke mbështetur projektet mediatike islame si faqet e internetit, platformat elektronike, aplikacionet, kanalet edukative etj. Pra të gjitha këto format e sotme të përhapjes, nëse njeriu se bën dot vetë me fjalë dhe s'ka mundësi ta bëjë, ndihmo ata që mund ta bëjnë. Dhe shiko ata që janë serioz, ata që vërtet e përhapin hajrin dhe japin të mirën dhe sqarojnë të drejtën. Ndihmoj ata në këtë drejtim. Heshtu. Edhe di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka nevojë që ta bësh me reklama ose të jenë në një gjë e madhe. Vallahi sikur gjë e pakët. Ka që kanë mundësi të jap, bismillah, urdhë dhe merre, Allahu të dhënë begatin. Ndoshta me këtë mund të bëhet, mund të vi hajri, sepse ka njerëz që japin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, duke ndihmuar muslimanët e varfër, jetimët, gratë e veja të cilat s'kan mbështetje për muslimanët, boxhlinjtë dhe nevojtarët, Zot na ruaj me shumë kujdes dhe analizë të kujdesshme të kësaj çështjeje, që mos bëhet abuzive. Pra, duke punuar në këtë drejtim, sepse forcimi i ummetit është pjesë e forcimit të fesë. Nëse forcohen besimtarët, ndihmohen, ata nuk ka pse të shkojnë dhe të rrënohen, të bien poshtë, ndihmojnë mbaj afër, qëndroju derisa të ngrihen me këmbët e tyre. Kjo është pjesë e luftës me pasurinë tonë inshallah. Duke ndihmuar pra, gjithashtu që muslimanët përballen me sprova, luftra, dëbime apo fatkeqësi, nëse ndodh Allahu musta'an, dhe alhamdulillah populli ynë ka dhënë shembullin e kësaj. Dhe ka ndodhur që alhamdulillah ka pritur e përcjell vëllezrit gjatë luftrave dhe dëbimeve që kanë ndodhur. Dhe si çdo popull tjetër musliman, na ka takuar që edhe ne ta bëjmë diçka të tillë. Sepse me ne ka ndodhur këtë gjë. Ndodhën, domethënë, Çamëria erdhën dhe u strehuan në Shqipëri. Ndodhën Kosova erdhën dhe u strehuan në Shqipëri dhe i mbajtën si vëllezër. Elhamdulillah, kjo është pjesë e hajrit që ka dhënë Allahu popullit tonë. Zëlus Allahu subhanahu wa taala na forcojë. E njëjta gjë. Pra duhet
që alhamdulillah të jenë pjesë e luftës me pasuri, inshallah, gjitha këto aspekte. Duke mbështetur çdo projekt që mbron fenë Allahut, si përkthimet, botimet, institutet kërtimore, përpjekjet arsimore dhe iniciativat që u përgjigjen pra çdo lloj lufte kundër Islamit, mbështeten të gjitha këto aspekte me logjistikë dhe me gjithçka që kanë nevojë, që ata të kryejnë detyrën që duhet, duke shpenzuar për përgatitjen e çdo force të ligjshme që mbron muslimanët. Edhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Elus Allahu subhanahu wa taala muslimanët të jenë të urtë dhe të mendohen mirë, duke shpenzuar për përgatitjen e çdo force të ligjshme që mbron muslimanët, sipas rregullave të shariatit. Për çdo rrezik që shikohet, për çdo kërcelim që shikohet, shpenzohet në gjitha këto aspekte për të mbrojtur muslimanët, jetën e tyre, nderin e tyre, pasurinë e tyre dhe vatanin e tyre. Pa shpenzohet në gjitha ato mundësi që ka njeriu për të bërë ai sa ka brenda kufive të shariatit, brenda rregullave të shariatit, sepse nëse nuk ka mundësi që ta mbrojë diçka të tillë, atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam ka ikur nga vendi më i mirë që ka ekzistuar, ikur nga Mekka. Edhe shkoi diku që adhuroi Allahun subhanahu wa taala, derisa solli Allahu zgjidhje. Pra muslimanët mendohen mirë në lidhje me pasurinë e tyre. Gjithashtu duke nxitur edhe të tjerë të japin nga pasuria e tyre, sepse ai që udhëzon një vepër të mirë, është sigurt ta ketë bërë ata. Mund të mos kesh pasuri, por nëse ja drejton një njeriu të pasur që mund të jetë gafil, i pavëmendshëm, është një gaflet, nuk e ka këtë lloj përkushtimi. Prezantoje me këtë hajër. Dhe vallahi çdo cent që do të jap ai, çdo qendar që do të jap ai ta shpenzojë edhe ti ke sevapin e saj. Se profeti sallallahu alajhi wasallam thotë ai që tregon për të mirën është një lloj si ai që ka vepruar atë. Pra ky është një lloj përballje të xhihadit që kërkon duhet bërë me pasurinë halal, shpenzimet me sinqeritet për hir të Allahut subhanahu wa taala, me urtësi, në vendin e duhur, pa shpërdorim, pa mendje madhësi dhe pa dëmtuar familjen apo detyrimin që ka njeriu në familjen e vet. Mbaj ato të dhjetë, Zoti bereqet dhe begati. Allah të bekof në pasurinë që ke, mbaj dhe shfrytëzoj për familjen dhe gjithçka që ke nevojë. Mos e cëno të drejtën e tyre. Por nëse del diçka që është më tepër se ajo, dije vallahi se nuk ka për të bërë dobi lënia më janë sa. Nëse të mbash nuk vallahi mos kujto se je i sigurt po e lëmi janë. Nëse ke shpenzuar dhe ndihmon familjen dhe ke siguruar një familje, mos u kurse të japësh një pjesë të saj. Në fakt zakatin kërkon Zoti për ata që kanë pasurinë që japin zakat. Nëse jo, një pjesë të vogël të saj sa ti japësh, aq më shumë do të jap Zoti. Por nuk të cënon Allahu subhanahu wa taala të drejtat e tua, të familjes tënde dhe ata që ke nën, domethënë kujdesin tënd. Thjesht jep atë si thot Allah, yeselunke madha yunfiqun. Të pyesin çfarë duhet të japin? Qulil afu. Thuaj atë që të pron. Subhanallahu. Kërkon Allahu të ka dhënë pasuri më shumë atë që ti të pron jep për i Allahu. Se vëllai do ta jap Allahu shumë fish. Më shumë se sa mund të mendosh. Dhe zëthemi, kjo ishte e lufta me pasurinë e lusë Allah subhanahu wa taala, në ndihmojnë në përballjen jetën së dunjaje, me mohuesit, me gjithë format e tyre. E lusë Allah subhanahu wa taala të ndihmojë të rregullojë zemrat tona, që vërtet ta urrejmë të keqen, dhe ta bëjmë të natyrshme në jetën tonë si musliman. Të meditojmë në sherrin që na rrethon, të mos jemi të pavëmendshëm ndaj tij. Dhe të paktën ta urresh me zemër të kërkosh ndryshimin e saj, me lutje të paktën, që Zoti ndryshojë dhe rregullojë gjendjen tonë. Udhëzoj popullin tonë të mirë. Se alhamdulillah në të popull ka hajër, ka njerëz të mirë, njerëz punëtor, njerëz që duan paqen dhe hajrin. Nuk janë njerëz domethënë të prishur. Ka njerëz të mirë alhamdulillah që thjesht janë pavëmendshëm. Thjesht lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të sjellë në rrugë dhe na bisedet ne, që alhamdulillah ta kthejnë të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Se të dunjas do ikë ky brez që ne po jetojmë, do vi koha dhe do ikin të gjithë. Çfarë do të mbetet? Thjesht adhurimi tyre, nëse kanë njohur Allahun subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pra ta lutem Allahun që të ndryshojmë dhe të bëjmë sa të mundemi në këtë drejtim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Niveli 4, pas 3 niveleve të para, që ishin lufta me zemrën tënde, lufta me fjalë dhe lufta me pasurinë tënde, në përballje me mohuesit të gjitha drejtimeve, në gjitha ato fusha që përmendëm. Niveli më i lartë i kësaj lufte është përballja me vetë jetën tënde dhe qenien tënde. Pra gjithë qenia jote të jetë në luftë
dhe në sakrificë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është shkalla më lartë e xhihadit dhe nënkupton angazhimin e muslimanëve me veten dhe jetën e tyre për mbrojtjen e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Nuk kufizohet vetëm me luftimin armatosur, si gjithmonë shkon mendja që me veten do thotë që vetëm konflikti armatosur. Por kulmi i tij është lufta, padyshim, lufta në fushë betejë. Kur ajo bëhet e ligjshme sipas shariatit dhe ligjit të Zotit subhanahu wa taala. Për këtë arsye kjo formë e xhihadit nuk i lihet gjykimit individual. Pra nuk e përcakton individi se kur do ngrihemi që të bëjmë xhihad me luftë, por rregullohet me dispozita të qarta fetare në mënyrë që të mos shndërrohet në padrejtësi, anarki dhe derdhje e ndaluar e gjakut pafajshëm. Ky xhihad realizohet në forma të ndryshme dhe ka një lloj strukture që ka përcaktuar qartë Zoti subhanahu wa taala. Duke qenë i gatshëm së pari të sakrifikosh jetën tënde për mbrojtjen e fesë së Allahut, jetës, nderit dhe pasurisë së muslimanëve. Pra njeriu e ushqen veten e tij që ai është i gatshëm që të mbrojë fenë e Allahut subhanahu wa taala. E ke menduar ndonjëherë veten tënde? Ai është i gatshëm që edhe jetën të japësh për të mbrojtur fenë e Allahut subhanahu wa taala, për të mbrojtur jetën e vëllezërve dhe motrave muslimane dhe nderin e tyre, pasurinë e tyre. A ke folur dhe ke edukuar veten me këtë iman, me këtë besim? Kjo duhet ta bëjë muslimani se s'bën. Pa duhet ta edukoj veten se Allahu di subhanahu wa taala se çdo mund të sprovojë Zoti të jesh i përgatitur në lidhje me këtë çështje. Të paktën me niyetin tënd, të pastër dhe të mirë për të mbrojtur hajrin. Gjithashtu, duke marrë pjesë në mbrojtjen e muslimanëve kur armiku i sulmon dhe plotësojnë kushtet e përcaktuara nga ligji i Zotit. Vendosje vi nën këtë. Kur plotësojnë kushtet që Zoti ka përcaktuar, që ti të ngrihesh dhe të mbrosh. Sepse shpeshherë mund të mos jetë rruga e drejtë ngritja dhe s'është në vendin e duhur. Profeti sallallahu alaihi wasallam u sulmua, sahabët e tij u vranë nuk para syve të tij në Mekë. Dhe nuk u ngrit asnjë nga sahabët. Nuk organizoi profeti sallallahu alaihi wasallam ngriunin luftë dhe të përballemi. Ose u tha, bëni durim o familja e Yasirit. Premtim keni xhenetin. Dhe vriteshin para syve të tyre. Pra duhet kujdes vëllezërimi edhe në këtë çështje. Duke ruajtur kufit dhe territorin e muslimanëve, duke qëndruar nga dëshmëri për mbrojtjen e tyre nga agresioni, duke mbrojtur pafajshmit, gratë, fëmijë të moshuarit dhe çdo musliman që është bërë objekt padrejtësie dhe agresioni, duke përballuar vështirësitë, plagët, lodhjet dhe sakrificat që shoqërojnë mbrojtjen e fesë dhe umetit, duke u bindur udhëheqjes së ligjshme dhe duke respektuar organizimin, disiplinën dhe vendimet që lidhen me çështjet e luftës. Këto janë vëllezërit e mi, të gjitha zhvillohen jo nga individi, por se duhet nga ai që e ka të drejtën e ka përcaktuar Zoti subhanahu wa taala. Dhe në fakt muslimani duhet të jetë i ditur në çështjet e xhihadit dhe luftës, sepse është nga çështjet më të sqaruara imtësisht, sepse është çështje gjaku. Dhe njeriu nëse s'ka derdhur gjak pa fajshëm, është në hapësirë ka falet tek Allahu subhanahu wa taala. Po nëse është shkel të drejtë del gjak pa fajshëm, atëherë është në rrezik. Prandaj kjo çështje shumë e organizuar, njeriu duhet të marrë dije. Muslimani duhet të jetë i qartë dhe të mësojë rregullat që lidhen me këtë çështje. Nuk janë kur Allahu ka urdhëruar të mësoj rregullat e namazit, edhe të abdesit, edhe të tayemumit, edhe mënyrën se si pastrohesh kur shkon në banjë. Nuk do të sqaroj se si është rregulli i luftës në rrugën e Zotit, që merret jeta dhe dellet gjaku, pra duhet kujdes në çdo lloj nxitje e cila është e pa rregullt dhe çdo lloj, domethënë, organizim i cili mund të çojë në anarki dhe dëm dhe jo në dobi. Megjithatë, kjo formë xhihadi nuk lejohet pa u plotësuar kushtet që ka vendosur Zoti subhanahu wa taala. Ndërmend se rëndësishme janë të jetë në autoritetin e udhëheqjes legjitime të muslimanëve, jo sipas vendimeve individuale apo grupeve që veprojnë pa autoritet. Të ekzistojë një shkak i ligjshëm, si mbrojtja nga agresioni ose raste të tjera të përcaktuara nga shariati i Zotit, të respektojnë rregullat islame të luftës, duke mos vrarë gra, fëmijë, pleq, murg apo njerëz fetar që adhurojnë Zotin në vendet e tyre të adhurimit, civil pafajshëm dhe duke mos tradhtuar marrëveshjet dhe as gjymtuar domthonë kufomat dhe shkatëruar pa nevojë. Të synohet ngritja e fjalës së Allahut, jo fama, pasuria, nacionalizmi, hakmarrja apo interesat personale, vlerësohen përfitimet e dëmet sepse shariati nuk lejon veprime që sillin dëm më të madh se sa dobi për Islamin dhe muslimanët. Të respektohen bestitë dhe marrëveshjet sepse Islami ndalon tradhtimin edhe kundër kundërshtarëve. Kjo është arsyeja pse dietarët kanë theksuar se xhihadi armatosur është ndër ardhurimet më të rregulluara në Islam, me kushte, norma dhe objektive të qarta.
Ai nuk është një veprim emocional, por një ibadet që kërkon dije, drejtësi, urtësi dhe bindje ndaj dispozitave të Allahut. Dhe muslimani kur nuk bëhet pjesë e këtij lloji adhurimi, vetë se pasi të jetë i qartë në gjithçka prej rregullave që vendosen Zoti subhanahu wa taala. Prandaj duhet muslimani të jetë i ditur edhe në këtë aspekt. Kjo është pjesë e përgatitjes në përballjen me mohuesit. Mbase nuk ndodh kur, mbase nuk ti mund të takon fare këtij brezi që mund të përballet me mohuesit në këtë nivel. Por, të paktën, me anën e diturisë duhet ta kesh. Që në momentin që ndodh të di se çfarë qëndrimi të mbash. Se bën vaki mund të jetë qëndrimi, thjesht do bësh durim nga që ka caktuar Allahu. Siç ishte populli i atij djaloshit të mirë që u përball me magjistarin e mbretit zullumqar. Një popull i cili besoi, të gjithë besuan të vërtetën dhe të gjithë u ekzekutuan dhe u vranë, dhe s'kishin forcë të përballeshin. Thjesht pranuan të vërtetën dhe qëndruan pa u lëkundur deri në fund. Në spat na s'kemi përballje. Mos e mund të jetë një moment që të mund të përballë të ngrihesh dhe të mbrohesh. Allahu na ruaj dhe na ndihmon të vëzhgojmë. Kjo është pjesë e dijes që do ta kemi si musliman. Për të dalë tash nga atmosfera e luftës dhe vetullat e ulura poshtë. Domethënë me urrejtje dhe me gati për të përballur me të keqen. Vallahi, mos u duket çudi. Që muslimanët të sulmohen, se kështu ka ndodhur gjithmonë dhe zëhen. Ju po shikoni çfarë ndodh në botë. Po shikoni çfarë ndodh në botë. Thjesht përgatitë veten. Bëhet fjalë për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Për të qenë në rregull me Zotin xheleshan. Dhe në rregull nuk mund të jesh pa dije. Në rregull me Zotin nuk mund të jesh pa pasur informacion të saktë edhe në këtë aspekt. Se kjo është pjesë shumë e rëndësishme e përballjes dhe luftës me mohuesin. Prandaj vëzhgimi xhihadi me qenie nuk kupton thjesht marrjen e armës, por vënien e vetes në shërbim të mbrojtjes së fesë sipas udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Qëllimi ynë është të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala në tokë. Dhe të pranim hajrin, fitojmë xhenetin e Allahut xheleshanu, të ruhemi në zjarrin, të jemi të mirë në dynja me të gjithë, dhe të pranim hajrin. Në momentin që dikush cënon dhe kërcënon, atëherë alhamdulillah muslimani duhet të di se ku duhet të qëndrojë. Elus Allahu subhanahu wa taala në ndihmojë me zotin. Na hap dituri dhe të na bëj të qëndrueshëm në çdo përballje. Allahu i largoft të keqen nga populli ynë. E përmirësoft gjendjen e popullit tonë. I kthe njerëzit Zoti i madhëruar në besim. Ta kuptojnë që lumturia është në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Ata njerëz që udhëheqin, Zoti i rregulloft dhe i përmirësoft. Nëse nuk ka përmirësim dhe kanë zullumi në shpirt, Allahu e përshpejtoft. Dhe largoft, dhe kjo i përkon shumë bukur ditës së djeshme, ditës së Ashures. Çfarë është dita e Ashures? Dia agjëruat apo jo? Agjëruat për hir të Allahut subhanahu wa taala në fond falënderimi dhe mirënjohje. Për çfarë? Ajo simbolizon shkatrimin e zullumqarëve nga Allahu subhanahu wa taala dhe shpëtimin e të dobtëve. I shpëtoi Allahu subhanahu wa taala Musa'in bashkë me popullin e tij nga zullumi i faraonit dhe i nxori ata të shpëtuar. Kundër çdo lloji logjike shpëtimi, përfitoroni. Popullin e Musa'it këtej kishin ndetin përballë, s'mund të binin ndetin me kam të ecin në det, është jashtë mundësive. Dhe këtej një ushtri të madhe, madje kështiru Firaunit gjithë ushtrinë e tij, pa lënë pas asnjë. I shpëtoi Zoti kundër çdo lloji logjike shpëtimi. Çfarë? Me fjalën i tha Musa. I tha: "O Musa, na arritën, ne morëm fund", i tha populli. Tha: "Kella, jo thot. Ma'i Rabbi, inna ma'i Rabbi seyahdin." Jo thot, me mua është Zoti im, do të më udhëzoj. I ra shkop detit me shkopin e vet dhe u hap rruga. Kundër çdo lloji mënyre shpëtimi. Ka Allahu subhanahu wa taala mënyra shpëtimi që i di Allahu subhanahu wa taala. Mos mendo se Allahu është, domethënë i pa kujdesshëm ndaj asaj që ndodh. Por njerëzit duhet dinë ta adhurojnë Allahun dhe t'i kthehen atij subhanahu wa taala. Elus Allahu na ndihmojë në këtë drejtim vëllezër e mi. Përballja me mohuesit është çështje shumë e rëndësishme që muslimanët gjithmonë do ta kenë pjesë të bisedave të tyre, të mendimit të tyre, përgatitjes së tyre. Elus Allahu na ndihmojë. Se fundi në qonë salavat e profetin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.